Në prag të edicionit të parë të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Çarshia, kryetari i Komunës së Çajirit Izet Mexhiti ka folur për rëndësinë e investimit në kulturë, duke e cilësuar këtë si një investim në identitet, trashëgimi dhe zhvillimin e jetës artistike të Shkupit. Krah ministrave të rinj, kreu i Çajirit Izet Mexhiti tha se shoqëritë nuk mbahen të bashkuara vetëm nga institucionet, por edhe nga kultura dhe vlerat që kultivojnë, duke nënvizuar se Festivali Çarshia është një nismë që synon të krijojë një traditë të re artistike. Nga 23 deri më 26 korrik, Suliani dhe Kurshumliani do të shndrohen në skena ku muzika klasike do të takohet me historinë e Çarshisë së vjetër. Në drejtimin artistik të Invamulës dhe Dëshira Ahmetit, festivali do të mbledh artistë të shquar vendor dhe ndërkombëtar, duke sjellë një program që pasuron jetën kulturore të qytetit dhe jep atij dimensionin që meriton. Ai theksoi se Shkupi ka një histori të pasur kulturore të ndërtuar mbi bashkëjetesën e qytetërimeve dhe traditave, ndërsa kjo trashëgimi vazhdon të jetojë vetëm përmes krijimit të hapësirave të reja për artin dhe artistët. Mexhiti shtoi se synimi i Komunës së Çajirit është që festivali të mos mbetet vetëm një aktivitet katërditor, por të zhvillohet në një institucion kulturor që do të rritet në çdo edicion dhe do të bëjë Shkupin një qendër të rëndësishme të muzikës klasike në rajon. Pikërisht për këtë arsye, festivali si Çarshia ka një mision që shkon përtes skenës artistike. Ato krijojnë hapësira ku trashëgimia takohet me krijimtarinë bashkëkohore, ndërsa identiteti ynë kulturor kombëtar jo vetëm ruhet, por pasurohet dhe përcillet te brezat që vijnë. Ky është vizioni ynë për Çajirin dhe për Shkupin, të ndërtojmë jo vetëm infrastrukturë moderne, por edhe institucione kulturore që do të mbetën pikë referimi në jetën kulturore të qytetit dhe rajonit. Nga Komuna e Çajirit ftojnë qytetarët të marrin pjesë në edicionin e parë të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Çarshia dhe të bëhen pjesë e fillimit të një tradite të re kulturore në Shkup.